Gazetarja korçare Jorgjeta Gjandshi vjen edhe si shkrimtare duke e prezantuar për lexuesin librin e saj të parë me tregime dhe novela të titulluar Njerëz në udhkryq. Ajo ka trajtuar shumë aspekte të jetës së përditshme dhe fenomene të cilat i ka hasur gjatë jetës së saj, por edhe gjatë punës në terren, duke sjellë këtë botim të përbërë nga 9 tregime dhe një novel. Jeta ime është mbushur plot me kujtime nga më të ndryshmet, për të gjitha aspektet e popullit dhe të njerëzve, dhe mendoj që shumë gjëra kanë vlerë për të publikuar dhe unë zgjodha si gjini tregimin e novelën një ëndër të vjetër timen për të shkruar prozë. Në libër kam temën e ditës, të parën nga këndvështrimi im, nga dëshira që dukuritë të tilla të kujtojnë, të mosharohen dhe të nxirren mësime. Duke qenë se është me temë të ditës, kuptohet që lexuesi do të bjerë edhe në mendime, do të shikojë edhe veten e vet nëpërmjet këtyre tregimeve dhe mendoj unë do reagoj. Ky libër është promovuar në një atmosferë të ngrohtë në mjediset e Muzeut të Arsimit në Korçë nga klubi i shkrimtarëve Bota e Re. Të shikosh Jorgjetën me një stil gazetaresk, të bukur, të pastër, të gjuhës shqipe standarde të mrekullueshëm, të tregoj historitë e ngjarjet e një qyteti. Është një lloj dëshmie e një njeriu i cili jo vetëm e merr lajmin, por dita përcjell shumë bukur, me një gjuhë të bukur, edhe në letërsi. Jorgjeta tregon se e ka gjetur veten në gjininë e tregimit dhe novelës, ndaj dhe premton se do të vijojë të shkruaj duke sjellë të tjera botime për lexuesin.